Kjo është pishina më e lartë në Tiranë, për momentin është e zbrazur, po duhet të tregoj se si ka qenë e mbushur pak kohë më parë është në katin e 24 të kullës të vendosur në krah gjykatës lartë dhe përballë katedrales ortodokse. Shiheni se çfarë pamje ka pishina më e lartë në Tiranë. Kjo është pamja që mund të shihni nga pishina, pra gjithë zonën e bankës, sheshit Skënderbej, Interkontinentalit, shiheni pishinën, madje po hy brenda në pishinë për t'ju treguar se cila është pamja në formë lëje, pra gati 190 gradë në këtë. Kjo është pishina, pra deri këtu do të jetë ujë, shiheni se çfarë pamje ka. Dhe në pjesën përballë, që është pjesa më interesante, është pjesa Infinity, ku shifeni, pishina vjen e mbushur me ujë deri këtu, dhe shive se çfarë pamje ka. Pishina më e lartë në qytet. Kjo do jetë pjesa ballore e pishinës, e cila është pishinë me ujë të ngrohur dhe që ka pamjen e gjithë qytetit. Jam brenda pishinës që për momentin s'ka ujë më të lartë Tiranës, në katin e 24 në kullën gjithë me gjykatën e lartë.